Për prindin është edhe pak, muj me thonë, po ju thamë që na bëni halal për çdo mund lot. Sa motra jeni? 4 kemi qenë, 3 jemi tash. 3 jeni, do më thonë vlla nuk kemi. Jo, nuk kemi. Për çdo lot, për çdo mund, çdo sakrificë, çdo pagjëmsi, çdo problem, gjithçka që janë mundu më na e lehtësu, edhe i kena pas për gjithçka krah gjatë, ju them shumë faleminderit, edhe më na bo halal, kuptohet. Fotoja e dytë jemi na 3 qikat, është Gjenta, motra madhe, unë dhe Songyli. Gjithashtu, ju thëmë shumë faleminderit që i kom pas krah, si motra, si shoqe, si bashkëpunëtore, edhe sidomos Gjentën, që u konë me madhja dhe për një mena ka rujtë shumë, edhe u mundu shumë për neve, që ashtu edhe Songyli si me e vogla, po kjo shkon fëmija i madhë, erunë dytin, tani dytit tretën, i tretit katërt. Sa jeni ndërmjet kështu me moshë? Na jemi nga 3 vjetë, me Gjentën i kam 3 vjetë, me Songyllin 3 vjetë, Songyli me Medinën i kam pas 1 vjetë e gjysë. Me cilën je ma e lidhur ti? Ma e lidhun, me të dyat jam shumë, nuk muna pas njënën. Shumë shpesh më vjen me shku të Songyli, se edhe bojna shumë pushime bashkë, jena tipat njëjtë. Me Gjentën, problemet, hallet, dertet, ma shumë i qaj. Okej, pas ke nda ambasadat. Me të vërtet mo. Ndërsa, fotografia e tretë është një prej fotografive që kom pas një koncert për 8 mars. Janë njerëzit, adhurusit, fansa që ka njerë dhe nuk i thëmë ashtu, ju thëmë shoqnia, ja? Që i kom përkra gjdo herë, gjdo mramje, gjdo koncert, gjdo dasëm, edhe ma bojnë shpirtin plot. Për ata janë edhe 3 fotografi që kom dasht me përzgjedh në një farë mënyre, që janë fotografi që kanë shumë kuptim në jetën tem. Familja, publiku. Si po shkon karriera? Deri tash shumë mirë. Je realizuar deri tani? Resul, deri tash shumë mirë. Janë andra që unë nuk e kisha mendu asnjëherë që kom ardhë këtu. Po ka dash Zoti edhe më ka ndihmu shumë, me ka qelë rrugë shumë, po kom pas edhe njerëz shoqni për rreth, të pastërt, njerëzillëk, që me të vërtetë më kanë ndihmu. Deri tash shumë mirë, njeri nuk është i kënaqur asnjëherë, gjithmonë pretendon, e ka pretendencën për ma tepër, kështu që urojmë ta kemi shëndetin, pikës pari, edhe punës nuk ju ndalëm. Përveç që duhet t'jesh aktive në muzikë, për të bërë karrierë, duhet t'jesh edhe prezente në për emisione, në për intervista. Së fundmi, se qarkulloj një deklarate jotja që u bë shumë e madhe? Resul, me tonë drejtën... Keq kuptun, apo që ka ndodhi? U keq kuptu, me tonë drejtën, pak edhe është përej, është regullu për shkak të klikimeve, që nga njëherë jam kundër edhe intervista, për ata dhe nuk dalë shumë, nuk kam qef, po ka njerë edhe hatri, edhe respekti, edhe shëqnia, për arsye që nuk është gjithçka viraliteti, nuk është gjithçka fama. Edhe ajo famë do të me arrit edhe mu kriju në mënyrë të ndershme, në mënyrë të mirë. Mu si ezo nuk më njojnë për skandale publiko, deri tash, edhe besoj që s'kan me mnjoft. Ka qenë i keq kuptim shumë i thjeshtë. Unë e kom deklaru dhe deklaroj me të vërtet, loj, fshi, pregaditi buk si çdo femër, po edhe kafe qes, po hyzmet tablën me qaja, nuk e dip se pritoj. O, pritoj, pasha zotin pritoj. Edhe e vushtris, ha? E vushtris. Edhe e vushtris edhe tablën me qaja nuk e... Pse, ta shkallzoj. Pse qka të kritikun? Pse qka ka lidhje kjo? Ta shtregoj. Tha, po sikur me qene martune edhe me tardë me bo hyzmet edhe vinë musafir, qka banë? Ta është kështu, nuk jem kundër musafirve, so më vetë i kom qef me mbledh kalablak. Të shpija në ekstrem shumë mbledhe, shoqni familjarë se kom qef. Po tash në qofë se kom e shku me një mramje ose një dasëm edhe vjera, mi të vjerë musafirt, tash më vjen keq, po nuk munami, se s'kom ko mju kushtu për qaj. Edhe kjo bo problem. Edhe kjo bo problem, sa shamja, sa mos vetë heq. Qysh po i përballon këto kritikat? Me tonë drejtën unë nuk i këshyri heq, edhe shumë pak në rrjetet sociale, nuk ishte të arsyeshme. Më do këtë shumë humbje kohë, po më ka ardhur gjuna prej nanës, që i kërkoj shumë falje, se u bo shumë merak, edhe... Qika jo të s'ka me qitë qaj? Jo, u bo merak për shkak të komenteve, se komente shumë ofenduse, shumë fyse. Në ekstrem. Edhe u bo marak shumë, me tonë drejten u detyrova më ju thonë, aty nga pilar, më shel një komentet pakten, e keni prej, e keni regullu, qysh keni dasht vetë videon, të pakten dërprej një komentet.
na kena familje, unë i kom 2 prind që janë me moshun, edhe nuk du mi mërzit, ose mi bo marak, mi shku në anës tem tensioni, ose diqka mos mu për fajin tem, për një intervjist që me dëvërtit s'ka qenë kur gjë për mu bo qa që madhe. Okej. Po ndo njëherë s'dihet ku... ku dhez. Po, valla. I kam 10 pyetje unë, për shpresoj që me 10 atë kemu bo virale. Hajde për hajrë. Nëse e zën të dashurin, duke vuajtur me këngët tua, por për dikë tjetër, çfarë do të bëje? Në qofë se unë e di që po vumë për dikën tjetër, apo unë nuk e di. Vetëm për ndë që... Po edhe mos me të kalzu ty që atje që konë mendja. Jo, unë si... Ama me këngët e tua. Unë si person nisë nga prej vetës. Baladat, ose këngët melankolike, unë për veti du shumë. Më pëlqenë, melodiat janë akordet, ku e di, sallot, ose teksti ka na i rresh diçka që t'lidhë me diçka. Nuk e di qka thonë, apo do me të qu, të qaj person, apo rrën me mu e penal. Jo garant e kështë pyet, për ko e ka vunë? Po, me të ndrejtën po e kësha pyet, për kënë është, a ka diçka që me të vërtet me shkujt, nuk tojnë po që ka diçka zemër qysh jo, nuk të kalëzën, edhe ato e dina. Po, ma mirë është mësë me vetë ka njerë, ma pak me dit, ma pak me pa, ma pak me ni, është ma mirë. Okej, formula e lumëturiz. Nëse do të mund të ktheje vetën, apo do të mund të ktheheshe në një periudhë caktuar tjetës tënde, ku do të ktheheshe dhe pse? Pyetje shumë e qëllune, pyetje shumë e mirë, se kësha prit që mbohët, më të ndrejtën. Isha këthy mbas vitit 2012 e të poshtë. Okej, ka 2000-shi. 2000 deri në 2011, në dhjetor 2011-ës. Pse? Kanë qenë vitet më të bukra, vitet më të lumtura, dhe vitet më me vlerë në jetën tamë. Kemi qenë komplet familja, kemi qenë një familje shumë e lumtur, sa do pak që kemi pas, apo shumë, si kushtet që kanë qenë, por si do qoftë, lumturia dhe harmonia në familjen tonë nuk ka mungu me aqë sa kemi pas. Faleminderit shumë për përgjigje. Nëse do të mbeteshe pas një cent në gjep, kujt do t'i kërkoje borç? Borç. Kush është ai person që i kishe kërku borç? Nuk kom qef as me jep, as me marë. Këto e kom formull. As nuk du me jep kërkujt borç, as me marë. Qofse e bëj njet me jep, i jap për mi hanru për gjithë jetën. Okej, që mos me t'i kthy mo. Po, nuk pres me mi kthy. Por, në qofse i kisha kërku, diku që edhe i kom kërku, me të drejtën, ka pas perioda jo të mira, financiare, dhe jom dash mu drejtu dikon, ka qenë Tezja dhe burri sajna, që unë i përshëndes jashtë mase dhe ataj... Okej, do me thot Tezja. Tezja, po. Faleminderit shumë, një pyetje pak ma të vështirë. Nëse një vajzë që është tash me ishin tëndë, thirrëm telefon edhe kërkon një këshill, si të veproj që të mos e prish lidhjet me ato, çfarë do ta këshilloja? Në varet se çka kish pyet, po me thënë drejtën edhe për atë vajzë isha mundu në mënyrën më të mirë të mundshme për aq kohë sa ko mujt me njoft atë person, m'ia jep një këshill që ajo me vazhdu jetën. Çfarë këshille i kishe dhënë? Çfarë këshille? I kisha thonë, si femna që jena dhe i na rrit në popullin shqiptar, kena tradit, i kisha thonë, dura, msheli syt, msheli vesht, edhe burrë është burrë, prapë se prapë. Okej, faleminderit shumë. Burrin, te na thojnë burrin, e lanë sapuni, femnë nuk e lanë asu i vardarit. Edhe me këtë deklarate hangre. E di? Okej, virale. Po, ashtu dhe thojnë. Ne bëjmë zgjedhje njetë, marrim vendime, zgjedhim gjëra. Nëse do të mund të ndryshoje vetëm një zgjedhje që e ke bën kalumen, cila do t'ishte ajo? Jam shumë e kënaqur deri tash me profesionin, sado që i vështirë, sado që është me shumë mundje dhe sakrificë, po ndoshta e kisha zgjedh edhe një profesion tjetër. E kishe zgjedh edhe një Edhe një profesion profesion tjetër? tjetër. Me studiu dhe me Me studiu, po, patjetër. Okej, për kësa mundesh me bën, nuk është vonë kur. Nuk është vonë, por tash angazhimet e mdhaja nuk po m'jepin edhe qatë shumë kohë. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Nëse dikush të thot, apo njerëzit thonë se një grua mund të arrijë sukses vetëm nëse i përshtatet standardeve, si reagon ti?
Jo, unë mendoj që një gru mundet me arrit, ose një femër mundet me arrit sukses në qoftë se e ka qëllimin e suksesit. Besimin vetë vetën edhe pun pa ndalë. Unë e kom punu shumë, nuk kom dalë unë në skenë dje edhe sot. Ka shumë video në YouTube që unë si fëmi kom dalë kom kënu. Ka shumë mund prapa famës që e kom deri këtu. Kështu që e besoj të se cili njeri, jo vetëm të femna, të se cili njeri që ka ambicje për jetën edhe qëllim